Kosovës as të ishë Jugosllavisë. Ajo është mënyrë e caktimit ka drejt zakonore, e thotë edhe ligji dhe kushtetuta, si ka drejt zakonore, drejt penale dhe shpesh në përvendimet e kësaj gjykate që janë marrë deri tash në rastin e Calit ose tjerëve, shumë herë do thotë edhe përfshi edhe parimin në ullum krimin që i thëmë ne, që zoti Kadri Veseli e kanë parashtru, jo thyrë në drejt zakonore. Si që në thyrë edhe një kodin e Jugoslavisë për dënimin më të butë, do thotë e interpretojnë, ajo ka vlet për teritorin e Jugoslavisë, e ka shpjeguar ditë bukur shumë ish kryetari Supremës Feyzullah Hasani, profesori Feyzullah Hasani, por çato standardet e Jugosllavisë nuk mundën të zbatu për Kosovë, sepse Kosova mas lufte i ka pas një autoritet ligjor, Urmikun, i cili e ka zbut dënimin, njerë e ka hek dënimin e vdekit, njerë duke të ka bo komaru përjetëshëm, kur i kanë thonë mërë këta, e ka këthyë 20 vite. Tash këta po llogarisin si që kanë llogarit në gjykatën penale ndërkombëtare për Jugosllavia. Që është në rregull, po në rastin e këtyre, unë mendoj që është gabim. Tashi, sot për sot është kjo instanca a fundit. Disa prej tyre ka shtetësi shqiptare, ata që ka shtetësi shqiptare mundën me si këtash, teorikisht do thotë ajo nuk është në jurisdiksion e Holandës. Ajo në jurisdiksion e Kosovës, po shtetas do thotë është pak problematike që është veç po spekuloj. Ta shohim se disa veti kanë qu rastet në Strasburg. Do ta bënte të pavlefshme gjykatën speciale nëse do ta antarësoheshim në Këshillin e Evropës. Vetëm po ta krijonim një ambrell ku pastaj të akuzuarit do të kishin të drejtë të flisnin për gjykim të njëanshëm. Ashtu po, është e sigurt, jam shumë i sigurt, po prandaj një prej gjonave ma tragjike që ka ndodhur Kosovës ka qenë mospranimi në Këshillin e Evropës. Ky rast është rast, por edhe raste tjera, qytetarët tonë që s'mund një drejtor Këshillit të Evropës, janë me mija raste njerëzve, s'kan më kuj drejtohen që i di unë, që s'kan mujtë me adresu, se gjykata kushtetuese nuk merret, nuk është gjykate e rregullt më marrë me prona çdo gjë, do të thotë çështjet ta zonë, po i marr pronësore se çështjet tjera, shumë janë njerëzit në rrugë, po nuk është çështje gjykatës kushtetuese, ai kështu vetëm ai shkel drejtat kushtetuese, në gjatë procesit ai përly me shkelje kushtetuese. Në Strasburg është jashtëzakonisht keq, është për te imagjinate keq që ne nuk jemi ja ka vle, se edhe për faktin që unë jam shumë i sigurt, njerë për herë mos merret kush me atë punë, dhe në mojnë vitet tjetër, por unë jam i sigurt që ne një ditë dyqysh do të futemi atje për mëna, sepse ajo është socializim për më dhanë, por unë jam shumë i sigurt që ne këto vonesa masani kena me shupa, me i plotësu gjitha kërkesat, edhe me shkue, sikur që ka shku rasti i manastirit të Deçanit, pa kur farë kundër shpërblimi. Mirë, ka një nen që në themelimin e gjykatës speciale e dhomave të specializuar, atë të jemi me karakter me termin, që thotë që arkivat e këtyre dhomave nuk do të jenë trashëgimi e Republikës së Kosovës. Ai bie kjo që ne asnjëherë nuk do të mund të shohim se çka ka ndodhur aty? Shikoni, për shembull, unë shpresoj që procesi mbyllet në favor të atyre të Kosovës dhe të ndron ligjin pastaj. Se edhe kompenzimi nuk është s'ka bot ashtu, edhe arkivat mos më njoftë, siç janë shumë institute dhe kategori që na i kena pranuar me atë ligj. Po ajo punë i takon historistash. Por Kosova mundet në të ardhmen, siç i ka kompenzu të burgosit politikë, se ne Kosova si ka Shtinburg, ata më vetë ne, ata si Shtinburg, por Kosova i ka kompenzu për shkak se me ligjet që ti vani, në një kohë caktuar janë persekutu njerëzit. Edhe kjo është e njëjta, edhe për arkiv, edhe nuk mundet me ndalu sipas ligjit ndërkombëtar kërkush. Në të ardhmen do thotë shteti mundet, që ato ku do rrinë ato në Holandë, ti mundesh me pa di shtetin e Holandës, sepse e ndron ligjin, e rregullon infrastrukturën, punim rame, edhe me mandament kushtetues në të ardhmen. Sepse edhe pasi të mbyllet formalisht ai proces, unë besoj që për këtë proces do të shkruhet. Dhe unë mendoj që na do të me bo
Ashtë procesi më sui generis të themi, Ma e vërtet. nëse e krahason me gjitha